Bordi i Transparencës për Karburantet ka vendosur këtë të mërkurë ulje të çmimit të karburanteve në vend, duke reflektuar lohatjet e fundit në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Sipas vendimit, çmimi i naftës në tregun me pakicë ulet në 3 lekë për litër, duke vendosur në jo më shumë se 203 lekë për litër, nga 206 lekë që ishte më parë. Në tregun me shumicë, nafta është ulur me 191 lekë për litër, edhe benzina ka psuar një ulje të lehtë me 1 lekë për litër, duke vendosur në 180 lekë për litër në pikat e shitjes me pakicë, ndërsa në shumicë nuk do të kalojë 168 lekë për litër. Vendimi i ri do të hyjë në fuqi në 29 prill dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e radhës së Bordit të Transparencës për Karburantet, ku pritet të rishikohen sërish çmimet në varësi të tregjeve ndërkombëtare. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë ka paralajmëruar të gjithë operatorët e tregtimit të karburanteve se zbatimi i vendimit është i detyrueshëm. Në rast shkeljesh parashikohen masa administrative, përfshirë edhe pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë çmimin e përcaktuar.